Në godinën e komunës erdhi me makinë të tipit Golf. Te dera nuk u pata pres administrata e komunës, siç ndodh rëndom me një kryetar të ri, por i shoqëruar nga bashkëpunëtorët e tij, Fadil Xhelili ngjiti shkallët e komunës së Gostivarit drejt vendit të ri të punës për të cilin e delegoi qeveria. Zyrën e gjeti në errësirë, paskën brenda. Siç edhe kishte paralajmëruar, ushtruesi i detyrës Valbon Limani nuk e priti në zyrë për të bërë një pranim dorëzim të detyrës, qoftë edhe jo formal, pasi asnjëri nuk është kryetari i zgjedhur me votat e popullit, por në rrethana të tjera. Por kjo nuk e pengoi Xhelilin ta akomodohet vetë. Pasi bëri një vëzhgim të shkurtër me sy, bashkë me ata me cilët erdhi, zon vend në tavolinën e mbledhjeve. Tha se është këtu vetëm për të ruajtur funksionimin normal të komunës, për të mos pasur ngecje në shërbimin e qytetarëve. Dua të çoj një mesazh rreth të parë të qytetarët e Gostivarit të jenë të bindur se vi në momente të vështira, por vetëm për të vazhduar funksionalitetin normal të komunës, as për ndonjë hakmarrje, as për të dëmtuar dikë. Për administratën komunale që nuk doli ta pres, Xhelili tha se kjo mund të jetë nga frika që kanë nga përfaqësuesit e AKI-s. Megjithatë shtoi se ka ardhur të punojë me administratën aktuale, sepse siç u shpreh, administrata nuk ndërrohet sa herë që ndrohen kryetarët e komunave, por përgjegjësi prej tyre do të kërkojë. Me këtë delegim nuk pajtohet AKI-ja, në radhët e së cilës është ASH-ja, e cila kandidoi Valbon Limani në zgjedhjet e 19 tetorit. Nga atje thonë se vendimi i qeverisë për të temëruar të ashtu quajturit poverenik në krye të komunave është një akt i jashtëligjshëm që synon të uzurpojë vullnetin e qytetarëve të Gostivarit dhe Vrapçishtit. Në Gostivar shkelja është edhe më e rëndë. Valbon Limani është ushtrues detyre i zgjedhur nga Këshilli Komunal dhe në 54 paragrafi 5 i ligjit për vetëqeverisje lokale e përcakton qartë: antari i Këshillit i zgjedhur për ushtrues detyre të kryetarit të komunës e ushtron funksionin deri në zgjedhjen e kryetarit të ri. Edhe ndryshimet e fundit në ligj e konfirmojnë të njëjtën dispozit. Ushtruesi i detyrës vazhdon funksionin deri në zgjedhjen e kryetarit të ri nga populli. Ditë më parë, Limani paralajmëroi në televizionin 21 se do ta çojë në gjykatë kushtetuese vendimin e qeverisë për të deleguar ushtrues detyre kryetari i Gostivarit. I pyetur për këtë, Xhelili tha se Limani duhet të shfrytëzojë të gjitha të drejtat ligjore që i takojnë. Fadil Xhelili do ta ushtrojë detyrën e kryetarit si i deleguar nga qeveria deri në zgjedhjet e 11 janarit. U shpreh i gatshëm të jetë kandidat i vlenit për kryetar të Gostivarit, por shtoi se kjo mbetet të vendoset nga partnerët e koalicionit.